Një varg I gjatë lamtumirash ka përshëndetur për herë të fundit Ardian Klosin në mes të librave të cilat ai I deshi shumë. Publicisti I njohur që u nda nga jeta me kënaqësinë e bekimit është përcjell për në banesën e fundit nga familja, miqt, bashkëpunëtorët, por edhe politikanët e qeveritarët që rrallë herë ju puq me ta mendimi. Ceremonia është zhvilluar në Bibliotekën Kombëtare, ku titujt e librave firmosur prej tij kalojnë me pikëllim minutat e fundit me autorin e tyre. Tituj librash që do të mbeten aty si prova më e mirë e krijimtarisë së Ardian Klosit. Për familjen është humbja më e madhe e babait dhe bashkëshortit, për miqt dhe njerëzit e publicistikës është humbja e një potenciali. Kjo është një humbje e parakoshme, është një humbje tragjike, një humbje që ka shumë dhimbje, shumë vuajtje në vetvete dhe që ka shkaktuar një dhimbje dhe trishtrim në radhë parë për të dashurit, për familjarët, por edhe për opinionin publik I cili ka humbur një nga zërat qytetar, një intelektual, një njeri të letrave. Dhe njeri shprehim ngushëllimet familjes është një humbje e madhe. Jam para jush për të shprehur atë dhimbje intelektuale për humbjen e një vlere të shquar njerëzore, por edhe kombëtare. Nganjëherë nga kjo botë kështu si pa e kuptuar, ikin mjaft njerëz të cilët nuk I manifestojnë vlerat e tyre të vërteta që kanë sepse janë shumë thjesht. Intelektuali Ardian Klosi iku duke marrë me vete plot mister, por pa pikpyetje për atë që jetoi. Iku thjesht me një mesazh drejtuar të shoqes, por I sigurt se po ndërmerrte misionin e bekimit të jetës, vdekjen.